Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës Vigjereshës. Do bëjmë leximin e radhës për ju të dashur Vigjereshë, por kur hapa letrat, pyetja ime ishte: po apo jo? Çfarë do lloj dëshire, qëllimi, synimi që të keni? Po apo jo? Letra e parë është e kaluara, e dyta është aktuale, pengesat dhe ardhmja. E kaluara, në të kaluarën Vigjereshë ke kërkuar shumë drejtësi, ekuilibër dhe të vërtetën. Ke të flet për vendime të rëndësishme, për përballje me pasoja. Dhe për një fazë ku është dashur të përballesh me realitetin, siç është pa iluzione. Ka qenë një periudhë ndershme, por kogja e vështirë. E ardhmja është e katërt të shkopive, të dashur. Tash kjo energji është e qëndrueshme dhe e hapur për gëzim. Kirete tregon bashkim, stabilitet ose një fazë të re që sjell qetësi. Diçka po stabilizohet, qoftë në marrëdhënie apo në jetën e juaj personale, të dashur Vigjeresha. Është një po e butë, e cila kërkon të besohet dhe të gëzohet, jo të analizohet. Vigjeresha, të keni kujdes, mos të analizojmë çdo gjë. Pra, një po e butë, po vazhdojmë, çfarë janë pengesat? Pengesa është konfuzioni. Mendja e Vigjereshës mund të jetë e përfshirë nga shumë mendime apo opsione. Ka shumë mundësi por pak qartësi. Përmbysja e kësaj letre tregon se më në fund mund të vijë zgjedhja e duhur, të dashur, nëse ndaloni së ëndërruari dhe zgjedh me logjik, jo me frikë, Vigjeresha. E ardhmja është mbretëresha e shkopive. Mbretëresha e shkopive, të dashur, tregon Vigjereshën që merr fuqinë në dorë. Kjo është energji e vetbesimit, guximit dhe vendosmërisë. Ju e dini çfarë doni dhe veproni me siguri. Përgjigjja pra, po apo jo? Një po e pastër, të dashur Vigjereshë, dhe e fuqishme. Vigjeresha ka kaluar testin e drejtësisë dhe dyshimit. Dhe tani sikur po vjen momenti i shpërblimit, ajo që ka qenë e paqartë do të bëhet shumë më e qartë, dhe jo vetëm e qartë, por sigurt dhe fuqishme. Të dashur Vigjereshë, këshilla që mund të japen nga ky lexim është: mos kërko më prova, ndalo së analizuari. Ti tashmë e di që të vërtetën që ke pritur. Po ja vjen në çastin kur ti beson vetes, e kam qenushën aty dhe po lozë, mund ta dëgjoni dhe zhurmën. Më falni, do thot, po ja vlen në çastin kur ti beson veten më shumë se sa frikës, sa ty mund të gabojmë, të dashur Vigjeresh. Një po e madhe dhe e fuqishme.